Bushat? Falë Bushat. Kisha një shënim interesanti sot. Po, kjo dosje që pam tani së fundi, e bashklidhur me dosjen e parë kur doli për çfarë akuzoi grupi e Ergys Agasit, për mua është pasqyra më e rënde asaj që ndodh në Shqipëri. Ne jemi mësuar për shembull, pavarësisht se janë hajdut me shifrat mëdha, me deri tani janë zbuluar, si thuaç, vjedhje ordinere. Për shembull, merr lekët për incinerator, s'bën incinerator fare, zhduk lekët dhe ikën. Kurse këtu, përveç vjedhjes me tendera, këtu çfarë kemi? Kemi korruptim policisë, kemi korruptim hipoteka dhe gjykata. Thonë që ka korruptim dhe të shikut. Nga një anë. Pra, në qoftë se unë do i vija një emër, si që ka Edi Rama, Ministrin për rrugët që shtron rrugë, Ministrin për shëndetësinë që duhet kujdeset për shëndetën e popullsisë, kjo ishte Ministria e Kriminalitetit, ky grup. Edi Rama, përmjet këtij grupi, kontrollon të gjithë kriminalitetin e Shqipërisë. Dhe ku duket te kjo dosje? E para duket që këtu përveç vjedhjes parave publike, futet rrëmbimi i personave. Pra, simbioza e vjedhjes me kriminalitetin dhe banditizmin, e një konkurenti që zbindet, e një konkurenti që nuk pranon rregullat e lojës dhe shkon e rrëmbehet, thonë të njëjtën fat ka pasur edhe familja e kësaj shqiptaro-gjermanes që u përmend këtu. Tjetër gjë, po të shohësh edhe niveli fshehjes pasurive është më i sofistikuar. Në Gjermanin Bushat mos e marrim shumë për grua të ndershme, kupton? Se ajo që ka vajtur atje ka ditur që ku po shkon. Ajo pranon, ajo thotë i kam pagu lekët, jam detyruar t'i paguaj të lekët. Dëgjoj, të gjithë këta, edhe Daniel Shima, edhe ai tjetri, Geron nuk flasin, nuk janë as priftëri, as xhallar. Pra jemi në... Problemi është, madje kur ti arrin të shantazhosh, të kërcënosh dhe të friksosh, dhe njeri që nuk është naive, i paditur, i pambrojtur, atëherë fuqia e grupit tënd kriminal është akoma dhe më e madhe. Kam frikun. E dyta, po të shikosh edhe këto që thanë kolegët, mënyrën e fshehjes pasurive. Pra, po të shikosh mënyrën se si fshihen pasuritë shumë e sofistikuar. Pse është e sofistikuar? Se ne deri tani jemi mësuar që... Me emra tjerë, pra, të gjithë rastet. Jo, emra tjerë, ne jemi me këtë fshehjen banale, lërja kushuririt, lëja një shoku biznesmen. Këtu çfarë bëhet? Po të shikosh, janë të përfshirë një sër punonjësisht kompanisë Ermal Beqirit, pra kompania që merr gjithë tenderat publik në fshehjen e parave të korrupsionit që kompania Ermal Beqirit ndan për tenderat publik. Dhe punonjësit edhe. Pra, si të thuash, ka një ndërmarrje që përfiton para publike dhe brenda kësaj ndërmarrje dhe një ndërmarrje me sistem të organizuar të fshehjes të pasurive të zyrtarit që i përfiton ato. Dhe në këtë nivel them, ka arritur majën e sofistikimit, jo vetëm të vjedhjes, po edhe të kriminalitetit. Dhe pastaj për t'i vënë dhe atë qershin mbi tort, pra po të bëjë një serial Netflixi kjo, këta pasi rrëmbejnë para, pasi vjedhin, pasi kërcënojnë, shantazhojnë e rrëmbejnë persona, marrin dhe atë pepën si quaj ai, që kishte atë kompanin që importonte pijet, spapën, sjellin dhe verat nga 30.000 euro që fliste Ben Ahmedaj dhe i hapin zyrën e kryeministrit. Pra, suksesi i rrëmbimit të parave, i rrëmbimit të njerëzve, festohet duke hapur tapa shishesh 33.000 euro. Pra, arrin në një... Ne u çuditëm gjithë kur e tharë Ben Ahmedaj. Thane, më ky e teproj këtu tani, pi verë. Po kur u gjete njëjta verë për cilën ai fliste në qilarin e Ergys Agasit, pra këtu niveli
i mos përfilljes ndaj paras publike ka arritur në një nivel ekstrem. Si shkon kjo punë, si vijon tani, Hoxha? Zama? Së pari, hetimi sigurisht është në fazën fillestare dhe është në zhvillim e sipër. Patjetër që SPAK-ut në këtë rast i ka ardhur në dorë një thesar aty me informacione dhe është një hetim që do të kërkoj shumë energji nëse do të jetë hetim shterus. Flas hetim shterus që të shkoj më lart se këta. Se të gjitha këto nuk është një qark i mbyllur dhe këta kanë operuar me kokën e vet, pa djenit askujt se ka ditë njeri. Një nga rritjet më të mëdha që ka kjo qeveri kush është? Është qeveria virtuale. Pra, digitalizimi i gjithë sistemit, ne kryam çdo gjë e çuam te akshi. Çdo duke filluar nga të dhënat tona personale edhe tek aktivitetet më të rëndësishme që ka qeveria përfunduan aty. Pra, nëse hetimi do të jetë dhe do të synoj të shkoj mbi akshin, kush është mbi këta, me të vërtet do të jetë një hetim, për mua do të jetë hetimi më i madh që ka bërë SPAK-u. A besojnë që mund ta bëjnë? Nuk besojnë, me thënë të vërtetën. Duke parë hetimet e deritanishme. Ky vend jemi tani, e kupton. Duke parë hetimet e deritanishme, ne shohim pak a shumë që hetimet synojnë, krijojnë një volum dosje atje, me ke parti dalin edhe avokatët me karrocat e marketeve atje, dhe asnjëherë hetim çuditërisht i fusin një gjykim të shkurtuar, e mbylli me gjendje që kemi akte, këtu shuhet aty, dhe historia, këta që u kapën me presh në dorë, këta do dënohen, ata që s'u kapën, te kjo jeta vazhdon. Pra në këtë rast nuk duhet të jetë kështu. Për më tetë, SPAK-u në këtë rast, pra se po të kemi parasysh, kontrolli i parë i banesës Ergyes Agasit është bërë për një çështje tjetër, për një denoncim që erdhi nga autoritetet britanike, greke, kipriote, është bërë për kontrabandë cigaresh. Që u shkua, që u kapa ajo DVR-ja e famshme. Fabrika që i kishte marrë. Po, u gjendë rastisht, pra, u shkua për tjetër gjë. Qartë. Dhe u kapën ato filmimet që flitet vazhdimisht, po me saksi. Ore, është e vërtet kjo që thonë që kjo më shumë është dosje nxit nga Gjermania se një nga këto denoncueset kjo Schröderi është me komsi gjermane dhe ka bërë denoncimin atje, prandaj ka ardhur denoncimi këtu? Ambasada gjermane shfutur në lojë sepse Geron Meçe ka bërë... Nga Geron Meçe, jo nga kjo Gjermania. I ratisur atje. Geron Meçe ka deponuar në Gjermani. Ka dhënë deklarime atje edhe për të fituar, për shkak se i ke rrezikuar. Bindur nga Schröder, thon, po nuk është ka një... Nuk ka nevojë. Shiko, autoritetet gjermane në moment që vjen në dieni të një aktiviteti të tillë, të një veprimtarie të tillë kriminale, ato ndjekin dy rrugë. E para e verifikojnë dhe ata kanë kanalet zyrtare, që është ambasada dhe strukturat që ata kanë këtu, dhe së dyti njoftojnë vendin nga i cili u ka ardhur ky informacion.